sa herë ka fushat do t'ju japim ujë për të pirë. E vërtet, sa herë ka fushata elektorale e dëgjojmë premtimin që s'mban më ujë. 8 vjet në pushtet. Të isha në vendin e tij, do kisha hik, do kisha thënë më falni, nuk arrita dot, bëra sa munda, po me që nuk ju soha dot ujë, unë nuk e meritoj. Mirë po, këshillën që i dha paraardhësit, kur mbushi vetë 8 vite pushtet, e harroi. Më në fund, 100% ujë të pishëm, 24 orë në zonat urbane të 61 bashkive të vendit dhe uji i pishëm nuk do të jetë më temë fushatash elektorale. Uji i pishëm nuk do të jetë më temë fushatash? Dëgjoni kryeministrin në fushatën e fundit. Ju duken shumë juve 3 mandate. Po mirë, sa janë 3 mandate? 12 vjetë, po pse su bën 120 vjetë atëre? Ishin bërë 120 vjetë. Dikur, Ramës i dukeshin shumë 2 mandate, po nejse, premtimi i radhës i takon 2029-ës. S'ka ujë, si s'ka ujë. Brenda mandatit 4 mbyllet dhe kjo punë. Po ju si mendoni, a do të mbyllet kjo punë? I kanë farë familjet për ujë.